Përshëndetje dhe mirë se vini në bota e horoskopit. Dhe të shikojmë çfarë na thon yjet për këtë të diel për 12 qenjat e zodiakut. 12 korrik 2026. Ju faleminderit. Dashi, kjo e diel të sjell një moment rëndësishëm për të folur hapur. Prej kohës mund të ketë mbajtur brenda vetes mendime, shqetësime apo pak kënaqësi që lidhen me familjen apo jetën në shtëpi. Kjo e diel është koha të shprehësh me qetësi dhe sinqeritet. Fjalët e tua kanë më shumë ndikim se sa mendon dhe ka shumë mundësi që të dëgjohen me mirë kuptim. Nësa Mërkuri në përpavi arrin pikën e mesme të ciklit të tij, fillon të kuptosh më qartë se cilat zakone, situata apo marrëdhënie nuk po funksionojnë më. Kjo nuk është një ditë për debate, por për sqarime dhe për të hedhur bazat e një harmonie më të madhe në familje. Afërsia e hënës së re në gafore të fton të reflektosh mbi sigurinë emocionale dhe vendin që e quan shtëpi. Mund të kuptosh se disa ndryshime janë të domosdoshme, që të ndihesh më i qetë, më i mbështetur dhe më i lumtur. Çdo hapje ndërmer këtë të diel, sado i vogël të duket, do të ndihojë pozitivisht në të ardhmen tënde. Besoje intuitës dash, por me zemër dhe mos ki frikë të vendosësh kufi aty ku është e nevojshme. Kjo është dita për të hapur një kapitull të ri, ku paqja dhe mirëkuptimi fillojnë nga brenda shtëpisë dhe nga brenda vetes. Demi, kjo e diel të jep guximin për të thënë të që ke mbajtur brenda vetes dem. Një bisedë që e ke shtyr vazhdimisht më në fund zhvillohet, dhe surpriza e bukur është se gjithçka shkon shumë më mirë nga sa e kishe menduar. Ndoshta ke pasur frikë nga reagimi i tjetrit, ose ke menduar se do të lini keq kuptime, por sot energjia është krejt ndryshe. Ndikimi i Mërkurit në prapavi ka krijuar paqartësi në komunikim gjatë javëve të fundit, por tani mjergulla fillon të shpërndahet. Ti arrin të shprehësh mendimet dhe ndjenjat me qartësi, ndërsa edhe personi përballë është më i gatshëm të dëgjojë dhe të kuptojë këndvështrimin tënd. Mos përpiq të fshehësh emocionet apo të dukesh më i fortë se qe. Sinqeriteti është çelësi i kësaj dite. Kur flet me zemër dhe dëgjon me vëmendje, krijohet një atmosferë besimi dhe mirëkuptimi që mund të forcojë një marrëdhënie të rëndësishme. Në fund të kësaj bisede do të ndihesh më i lehtësuar, më i qetë dhe me një ndjesi se një barë e madhe është larguar nga supet e tua. Kjo e diel të kujton se komunikimi i hapur mund të zgjidhë më shumë probleme se sa heshtja. Besoje i vetes dhe mos ki frikë të thuash të vërtetën me respekt dhe dashamirësi. Binjak, kjo e diel të fton të ndalesh dhe të mendosh seriozisht për të ardhmen e financave. Çfarë do të thotë për ty siguria ekonomike? Është koha ideale për të vendosur objektiva të qarta dhe për të krijuar një plan që mund ta ndjekësh hap pas hapi. Mos u mjafto vetëm me dëshirat, kthej ato në veprime konkrete. Reflekto mbi prioritetet e tua, ndoshta po kursen për një udhëtim të ëndrave, dëshiron të shlyesh një borxh ose synon të krijosh një fond emergjence që të jap më shumë qetësi. Çfarëdo qëllimi të kesh, suksesi fillon kur e di qartë se ku dëshiron të arrish dhe si do ta menaxhosh çdo të ardhur. Kjo e diel është një ditë e shkëlqyer për të rishikuar shpenzimet, për të organizuar buxhetin dhe për të marrë vendime më të zgjuara me parat. Është një ndryshim i vogël në mënyrën se si administron financat dhe mund të sjellë rezultate të mëdha në muajt që vijnë. Mos u ndikon nga dëshirat e momentit apo nga krahasimet me të tjerët. Përqendrohu tek ajo që vërtet ka vlerë për ty dhe ndërtoj një të ardhme që të ofron stabilitet dhe liri. Kujto se pasuria nuk maten vetëm me shumën e parave që ke, por edhe me qetësinë që ndjen kur e di se je në rrugën e duhur. Këtë diel, universi të fton të hedhësh themelet e një sigurie financiare më të fortë. Gafore, kjo e diel është nga ato ditë kur gjithçka fillon të marrë kuptim. Me diellin dhe Mërkurin në shenjën tënde, energjia plotësisht e përqendruar tek ti, tek mendimet, emocionet dhe rruga që dëshiron të ndjekësh. Mjegulla mendore që të ka sugjeruar kohët e fundit fillon të shpërndahet dhe më në fund fiton qartësinë që ke kërkuar. Këtë të diel e sheh veten me sy të rinj. Ndoshta ke vazhduar të gjykosh veten pas një versioni të vjetër, pa kuptuar se sa shumë ke ndryshuar dhe je rritur. Përvojat e fundit të kanë bërë më të fortë, më të mençur dhe më të vetëdijshëm për atë që dëshiron nga jeta. Kjo është dita ideale për të reflektuar mbi identitetin tënd. Pyet e veten, kush jam unë dhe çfarë dua të ndërtoj nga ky moment e tutje? Përgjigjet që do të gjesh mund të të surprizojnë dhe të japin besimin për të hedhur hapa të rinj. Mos u kap pas së kaluarës apo versioneve të vjetra të vetes. Lejoje veten të përqafojë ndryshimin dhe të ecë përpara me besim. Intuita jote është më e fortë se zakonisht dhe do të të udhëhej drejt vetimeve të duhura. Kjo e dihet se në fillimin e një kapitulli të ri, ku qartësia, vetbesimi dhe njohja më e thellë e vetes do të jenë aleatët e tu më të mëdhenj. Besoj zemrës tënde sepse ajo di saktësisht se ku duhet të çojë.
Luan, kjo e diel të fton të përballesh me një të vërtet që e ke smangur prej kohës. Ka diçka që ndoshta nuk e ke pranuar askujt, madje as vetes. Këtë të diel, nësa Mërkuri në prapavijari në pikën e mesme të ciklit të tij, universi të nxit të jesh plotësisht i sinqert me ndjenjat dhe mendimet e tua. Mund të kuptosh se një situatë në jetën tënde nuk të përmbush më si dikur. Ndoshta ke filluar të mendosh për një ndryshim në karrierë, në punë ose ndjen se një marrëdhënie po merr një drejtim që nuk të bën më të lumtur. Kjo ndjesi nuk duhet të ignoruar, sepse ato janë sinjale të rëndësishme që të tregojnë se ka ardhur koha për të reflektuar. Nuk është e nevojshme të marrësh vendime të menjëhershme apo të bësh ndryshime drastike. Kjo ditë është shumë më për të dëgjuar zërin tënd të brendshëm dhe për të kuptuar se çfarë dëshiron vërtet. Intuita jote është shumë e fortë dhe do të udhëheq në drejtimin e dur nëse zgjedh ta dëgjosh. Mos ki frikë nga e vërteta, pranimi i saj është hapi i parë drejt një jete më të lumtur dhe më autentike. Besoje instiktit tënd, jepi vetes kohë për të menduar dhe përgatitur për ndryshimet pozitive që do të vinë. Kjo e diel mund të jetë fillimi i një kapitulli të ri, ku zgjedhjet e tua do të bazohen tek ajo që të bën vërtet të lumtur. Vigjeresh, kjo e diel sjell qartësi në marrëdhëniet e tua. Nëse kohët e fundit je pyetur se ku qëndron me raport me një person të rëndësishëm, qoftë një mik apo partner romantik, sot fillon të marrësh përgjigjet që ke kërkuar. Mërkuri në prapavijari në pikën e mesme të ciklit të tij dhe mjekulla që ka mbuluar komunikimin nis të largohet. Ndoshta ke marrë sinjale të përziera dhe nuk e ditur si ti interpretosh. Një ditë personi duke i afërt, ndërsa ditën tjetër i ftohtë ose i paqartë. Kjo të ka bërë të dyshosh, jo vetëm tek ai, por edhe tek intuita jote. Megjithatë, ngjarjet e kësaj dite do të ndihmojnë të kuptosh se ndjesitë tua nuk kanë qenë të gabuara. Ajo që do të zbulosh mund të mos jetë një surprizë e madhe, në zemrën tënde ke ndije prej kohës se diçka nuk ishte si më parë, por ke zgjedhur të presësh për më shumë prova. Ato prova mund të shfaqen përmes një bisede, një veprimi ose një sjellje që flet më shumë se fjalët këtë të diel. Mos e shpërfil zërin tënd të brendshëm, intuita jote është udhëfyesi yt më i mirë, sidomos kur bëhet fjalë për njerëzit që të rrethojnë. Besoje asaj që ndjen dhe mos ki frikë të pranosh të vërtetën, edhe nëse nuk është ajo që ke shpresuar. Kjo qartësi do të të ndihmojë të marrësh vendime më të mençura dhe të ndërtosh marrëdhënie të sinqerta dhe të forta në të ardhmen.